Sheshi i Prishtinës këtë fund vit ende pa dekorime. Kjo pasi komuna e Prishtinës nuk ka ndarë mjete për shkak të buxhetit, të cilin nuk e ka miratuar me kohë. Edhe pse nuk ka dekorime në kryeqytet, gjallëria nuk po mungon. Shtëpizat festive i kanë dhënë gjallëri, ngrohtësi dhe plot ngjyra kryeqytetit. Shumë qytetarë kanë dalur për ta shijuar atmosferën festive në shesh. Nuk janë dekorime që krijojnë atmosferën, janë njerëzit dhe energjia e tyre që po e mbushin sheshin. Kjo nuk po mungon në Prishtinë.